ka plot raste kur ndihmon shumë edhe tek personat që janë tamam të devotshëm në besim. Unë mendoj që unë mu pak kom hulumtu domethënë edhe ka njerëz që kanë bërë dhe doktoraturë në egzorcizëm. Domethënë në kontekstin islam, në shërimin përmes rukjeve dhe të ngjashmeve, gjithmonë qëllimi për me largu qatë magjinë e zezë ose për me largu ndikimin e gjinëve ose ato që besimin që gjinët janë trupet e tjera. Edhe këta njerëz për shembull e cekin një rast, domethënë një lloj citimi të pejgamberit, domethënë të pejgamberit Muhamedit, ku një rast shkon një grup për fëmijën e vet, edhe i cili ka qenë të vujt në aspektin emocional, në aspektin shpirtëror edhe i kërkon ndihmë. Edhe ai thotë që unë muna me të ndihmu me i kalu kjo vujtje fëmijës tanë, po kjo mundet me konë sfidë prej Zotit, që i bjen që nuk e shes si kur të pushtum pa tjetër ose prej gjenve ose prej magjisë se qka do qoftë, që do me thonë një diçka që rrjedhë prej vetë pejgamberit, pranohet që mund me pas edhe problemet kësaj natyre që nuk janë domosdoshmërisht prej botës së padukshme prej gjenve qka do qoftë. Mas ne këta që janë që thash që kanë doktoruar në këtë fushë, që njohin shumë mirë, që e kanë hulumtu shumë mirë, llogarisin që prej problemeve mendore, domethënë 10 deri në 15% e tyre me pas gjenezën të kësaj natyre. Të tjerat janë domethënë probleme që vijnë prej aspektit psikiatrik, prej gjeneve, prej disbalanceve në neurotransmiterën, kemikale çka do që i kemë, edhe që vinë prej jetës vështirë, që vinë prej të lashave që kryesisht në fëmijën. Kushteve sociale, ekonomike. Kushteve sociale, ma shumë domethënë prej lidhjeve jo të mira me prind, si fëmijë, prej trajtimit keq prej prindërve, prej disa raste abuzime, trauma e tjera domethënë që janë qësoj natyre që mujnë mas ne me sjell probleme psikologjike. Hoxha, ke pos rastin ai psikolog? Haj. Se ke pas ka pos rast? Nuk më kujtohet konkret, po këmë pas i profesionin ndryshme që kanë armë, kanë vizitu, e këmë trajtu, më do këtë se është një psikolog i cili pa i knu rukje, do me thonë, nuk mund e dhe a kjo kodë diçka, apo ju? Ja, pa i knu rukje. Se thash me dita kena unë psikolog i sonë të nësana ju? Ja, nuk mund e shefe. A i cili pretendon një gjatë tjera, a i me siguri ka inë me një dimenzion tjetër, i cili pretendon se kjo ka, s'ka, kështu me rallë, kjo është absurde, nuk pranohet në këtë mënyrë. Përveç se pa u testu, sigur që thëmë, kur të shkon ankosh të mjeku, mi thëmë pinë telefon, më dhamë këtu, më dhamë aty, mjeku të zëtni, eja këtu, ti bojmë analizat, ti bojmë gjizimet, edhe pas ta e shofëm se qka dajë. Po, që ti me nëndjerë, po. Po, edhe ne ashtu gjithmonë i thëmë njerëzve, si pas simptomove, shenjave, dhe me shka një spikon, dhe me pacientin, e i thëmë, duhet njerë me arë me ju testu. E konë se ju reagoni gjatë lezimit dhe dhe kini. E konë se nuk kini, mirë po në basë shenjave, mujnë me thonë që parafërsisht janë këto shenjat prekjes, mirë po do njerë, zdo me thonë që është i prekur, po ndoshta është ka problem si qik, dhe na e drejtojmë ati ku e ka vendë. E dolmi tek një tema, rikëthemi përsëri tek tema që kemë sonë, dhe për dolmi pak tek një tema dhe ma ndjeshme. Një histori të shkurt. Po. Do me thonë në spitale, ku trajtohen njerëz për smundje, tamam, do me thonë kështu fizike, mjek të ja qutë terapin pacientit, qoftë për dhimë, qoftë për çka do qoftë, e kanë vrejtë që në disa raste, edhe kur pe gabojnë terapin, po pacienti po menon që pe merë terapin e duhur, po pa përmirësim. E vërtet. Edhe çka vendosin me bën mjekët, ja nisin me dhon pacientave terapi të rajshme, kokra të rajshme, janë veç miell, ose sheqer, ose qështu diçka pa kur farë përmbajtje medikamentoze. Edhe mas ne, pacientat kanë përmirësim. Me thonë, edhe pse ka morë veç miell, nëse e ka për kokdhimbje, men pak pyet, nëse e ka për bark, men pak barku, edhe ti mjekësi njëhet sikur efekti placebo. Kur ti beson diçka, mas ne ka efekt. Në disa raste, në shku qaq larg, ka pas për shembull pacienti një dhimbje konstante në kom, edhe i kanë thonë ty do të më ta operu pa tjetër komën, e kanë sin anestezion,
edhe veç ja kanë fashu komën, veç ja kanë lidhë, kur fërë operacioni s'kanë bo, i ka dollë anestezioni, i kanë thonë të bonë me operacion, i ka kalu dhimbë. Edhe sani i fundit që po du me thonë, është që kur ti për shembull e jep që të placebon, që të borin e rajshën dikujna, do me thonë, so ma shtrajt që i kushton, ma shumë minimon, so ma modhe që o kokra, ma shumë minimon, so ma largë që shkon me blej, ma shumë minimon, për shka është pjesa interesante është që këtu borna, do me thonë, ti kur i pin, ato i kanë edhe atë listin e efekte avancore, që mujnë me të bo keq, efekte negative, përpos efektit primar. Edhe kur dikush e merë që të placebon, borin e rajshën, hinë internet i lexon efektet anësore që mund me i pos, ja nis me i pos edhe që ato efekte. Për shkak që beson që ka me i pos. Unë po menoj që në disa raste, kur njerëz e kanë qëtë besim, e kanë qëtë bindje që nëse ka diçka, kur të knohet e rrugja, ka me pas qëtë reagim, s'po du me thonë se cilin rast, për mund me pas raste, për shkak që ti besimi, edhe pa pas njëri domosdoshmërisht. E vërtet shërohet. Preket, ju shërohet. Po me pas se hoxha po thot, kur knohet rrugja dhe personi reagon keq zakonisht, reagime dridhje në trup. Dridhje, do me thonë... Hum vetdijen dikush. Bash, alivanosje, vjen goditjes, disa raste edhe të vjellë. I dridhën durët, i mpijen durët, mundime, vjen me vjellë gjatë leximit. A dolmi tek një tim pak ma vetëm do është ta plotësoj, pasi hinom do me thonë këtë temë. Se kemi një mësafer për. Po, në para disa viteve, isha në Zvicër, në Zürich. E më thirë një person, e kam thët gjyshën, do me thonë nënë e grujës, në spital. I dhem lukë, thitët, atë shumë, thët, qka mjekët që një javë nuk i gjenë shpetim. Asë suljanalin dhimbjen. Thash u e në regull, thash edhe merëm, thash edhe shkojmë direkt në spital. Thash ka mundësi me trajtu aty në spital une, pse ishte e lejushme me trajtu mu. Tha po, është një dhomëse speciale aty, tha, e pronën atë grujen, 20 minuta i këndolla. 20 minuta i këndolla rukje, veç ja prej ka lukëthin. Thash apo të dhem? Tha jo. Tha shtiri mjekët. Edhe, tha shtiri mjekët kalzoj, thash se nuk është puna e mjekët. Jo është punë se hire. Edhe më kujtohet i njëjti rast, para një vjetë dy prafërsisht, ku një person qeter arti une, e aji ishte taku, e gruja ishte taku me atë grujën bashkë. Ishin kanë me njëjtin punë, edhe aji kishë kalzu njëjtin rast që ajo, thët, pjatër që të une jo ma e qetë në lukëtin tamë. Kjo do me thonë se do një herë, me të vërtej është puna për mu shëru me Kur'an ose me rukje, se sa me shku të mjeku më mërvesh. Me kanë se mjeku nuk i gjenë rrugdalje, atëherë duhet me përvurën këtë me